Hapësira shqiptare është e para në rajon ku ndeshet kultura arkitekturore e orëve monumentale. Turistët, pse jo edhe shqiptarët, do të kenë mundësi të njohin historinë e tyre nëpërmjet Muzeut të Orëve Monumentale, të ngritur pranë sahatit të Tiranës. Duke realizuar maketet e këtyre sahateve, specialisti i monumenteve Sulejman Dashi zbulon se ato flasin qartë mbi nivelin shoqëror të qyteteve shqiptare të shekullit të 16 dhe 17. Ishin regulatorët e jetës sociale të popullatës. Për orarin e punës, sepse mas të kohët qoftë për faljet që krishterët ashtu dhe muslimanët që kishin këmbanat. Kështu përdisohen gjithë sahatët janë nëpër pazare. Gjithë qytetet shqiptare që kishin sahatën të rregull në qytetin, mos harrojmë se deri në vitin 1939 as 1 milion banor s'ka qenë në Shqipëri. Sahati i parë është ndërtuar në Shkup në vitin 1555, më pas vjen ai i Elbasanit, por më unikal i mbetet kompleksi monumental i Peqinit, edhe pse një kulturë e sjell nga perandoria osmane, kullat e sahateve flasin qartë për bashkëjetesën fetare në qytetet shqiptare. Muzeu i Orëve Monumentale do të jetë një rijetëzim i dyqanit të Sahat Shiut, krahas maketeve, në të do të ekspozohen edhe fotografitë e dokumentacioni i projekteve të ndërtimit.